studentëve ka interesa që do donit mos ishte me presidenti Vučić, sepse kjo është kërkesa e studentëve në Serbi, e protestave që po zhvillohen për kaq vitesh. Është thënë që është mbas perëndimit, pak të shtypi serb, politikanët. Okej, po perëndimi është shumë homogjen, pra nuk mund ta vësh dot kush është. Shtetet e Bashkuara gjithmonë është perëndimi. Ja, Shtetet e Bashkuara gjithmonë, okej, po ambasador Kluden, po. Në gjithë të që po diskutojmë, rreziku më i madh që i kanoset gjithë faktorët shqiptarë në rajon është ndryshimi i garniturës politike në Beograd. Do më thënë, në qoftë se në një moment do të ketë një qeverisje shumë më pro-perëndimore, Kosova dhe shumë element të rëndësisë që shqiptarët kanë në rajon do të sfumohen, sepse në atë rast perëndimi merr gjithë Serbinë me gjithë Kosovën brenda. Kështu që ne në mënyrë paradoksale, na intereson që Zoti Vučić vazhdoj të jetë dhe të mbajë atë qëndrim që mban në mënyrë që Kosova dhe elementi shqiptar të ketë një farë vlere në rajon. Cinike e thënë kështu, por e vërtet, nga pikpamja, ne na intereson të jetë Vučići, sepse me qëndrimet e tij do të ishte derisa të bëjë paqja. Ndoshta që shikruhet herës, nisur edhe nga titulli që juve i keni vënë emisionit. Titulli është këndvështrimi që shoh çështjen, po çështjet ato janë që kanë qenë, nuk është se kanë ndryshuar. Jo, kush na do dhe kush dhe duhet thënë që shtetet nuk kanë asnjëherë që i do apo i duan, kanë vetëm interesa. Në ana tjetër, nuk mund të jemi kaq sinik, duhet të thënë që ka vetëm interesa, se nuk duhet sigurisht abuzuar me këtë thënie, sepse vetë shtetet përbëhen nga njerëz, nga mish e gjak, që janë etni të cilat kanë një lloj relacioni me gjithçka i rrethon. Për shembull, po të shikosh, ne ndoshta jemi etnia e vetme në ndoshta edhe në botë, që nuk është se kemi në një kushëri të afërt apo në një vëlla e motër siç kanë të gjithë me radhë, domethënë që nga Balltikët deri ke me radhë të gjithë etnitë e tjera, ndoshta hungarezët janë si puna jon, po kështu që do të dalë ajo që në situatën në cilën jemi, ku ligji ndërkombëtar sa vjen dhe është një leck me gjithë ato që po ndodhin, ku i gjithë rendi ndërkombëtar është kaos. Pra, vërtet që mund të ketë tentativa për të riformatuar në një mënyrë apo në tjetër, por për momentin që po flasim, është një kaos total. Në gjithë të kaos, në qoftë se ka një ndryshim politik në Beograd, dhe papritmas Beogradi i jep mundësat Kinës edhe Rusisë, atëherë ne do jemi në një pozitë jashtëzakonisht vështirë. Për të dalë tek një fakt tjetër që zoti Trump bën deklarata politike. Ndërkohë, ata që do duhet ti zbatonin këto gjëra është Departamenti i Shtetit, i cili është një konflikt të jashtëzakonshëm dhe të hapur me gjithë udhëheqjen më të lartë të Amerikës. Burokracia, do thonë juve. Sepse në fushat zoti Trump tha që gjithë establishmenti politikës jashtëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet ndruar se ata janë deep stater dhe nuk duan të vendoset Amerika e para. Pra e kishte llafin për Departamentin e Shtetit, Pentagonin, CIA e kështu me radhë. Në fakt, nga sa po shikojmë në këto 4-5 muaj, ai është detyruar të ndjekë agjendën neokonve e cila reflektohet nga ky establishment. Kështu që nuk është se ka sjellë ndonjë gjë të re. Përkundrazi është viktimë e tyre. Ai erdhi me synimin që t'i spastronte. Po i bie gjatë gjë për të dalë në një pikë që ajo marrëveshje që unë shkruaj nuk solli absolutisht asnjë gjë të re, sepse koncepti amerikan i arritjes i zgjidhjes së problemeve përmes zhvillimit ekonomik nuk funksionon në Ballkan. Dhe unë kudo që kam qenë gjatë karrierës time, që nga kur kam filluar në 91-92 këto historira, kam vënë re që si shqiptarët dhe serbët, udhëheqësit e këtyre popujve, këta nuk duan të perceptohen nga publiku i tyre sikur po zgjidhen një problem, sepse do të etiketoheshin në moment si tradhtar të kombeve të tyre. Dhe ne funksionojmë vetëm në presion. Po të shikosh fotografitë ku kanë dalë njëre i kohë, udhëheqët janë gjithmonë në prani të një tjetri, sepse nuk duan asnjëherë të kompromentojnë veten e tyre që po bëjnë lëshime ndaj shqiptarëve, serbët, apo shqiptarët po bëjnë lëshime ndaj serbëve. Këtë element amerikanët nuk e kuptojnë se duhet ashtu sikur se dhe evropianët që kanë 5-6 vjet që vinë vërdall me negociata një këtej një andej njërin mes, dhe në momentin që nuk do ushtrohet trysni, po do lejo zoti Vučić thotë ndinte dora nuk e firmosa se pastaj unë nuk e zbatoj dhe po e firmosa. Nëse do ketë gjëra të tilla, asnjëherë nuk do ketë zgjidhje problemi. Kështu që ajo që do ta mbyllësh në Washington, zoti Trump mund të ketë idera shumë të mira se si mund të zgjidhë problemet, po administrata nuk është ende, leqë është rrëmuj totale, por nuk është ende aty ku mund të zbatojë ato që jep politika. Nuk është se mendoj kështu. Këtë të mund të thuash pëse se mendon kështu? Duhet ndarë Trumpi 1 me Trumpin 2. Trumpi në këtë mandat ka nga pas dhe mbështetjen e gjithë establishmentit të vjetër republikan. Dhe aksionet dhe lëvizjet e tij duket që po marrin dhe mbështetje shumë të gjerë. Ishte sakrileq të sulmojë Iranin. Ai e bëri
dhe mori një mbështetje të fortë për të gjë. Tjetër. Irani, okej, ndjes. Kush e mendonte më përpara që mund ta sulmoje me armatim, me bombardim. Tjetër, për pozicionin e Ukrainës, pavarësisht vokacionit të tij për të bërë një presion, sot është fakt që ndihma ushtarake ndaj Ukrainës është rritur. Është rritur. E njëjta gjë edhe me lëvizje të tjera diplomatike. Pra, nuk kemi një rebelim si radhën e parë të establishmentit të Departamentit të Shtetit, por përkundrazi, kemi rikthimin e një doktrine ndryshe me Trumpin që po mbështetet. Trumpi do të reduktonte ndihmën ndaj Ukrainës që ta detyronte të ulej. Trumpi do të mund të bëri deklarata të tipit që nëse nuk rrisni financimin vendet anëtare të NATO-s, po ju sulmuan e tjerë. Po ju sulmoi Rusia, do t'i them sulmojnë. Shikojmë produktin, cili është? Produkti është i urit. Pra ata vajten të Trumpi dhe jo Trumpi të NATO. Edhe me Ukrainën, po diskutohet që Ukraina të marrë raketat Patriot. Sepse Ukraina bëri dillin e mineraleve të rralla. Nuk është, ai ishte më shumë simbolike, mos. Ukraina sulmoi bazat ajrore brenda territorit të Rusisë dhe bëri gjatë qeverisjes së Trumpit. Dhe kjo është nuk është presidenti Trump që po shkonte qëndrimet racionale të mëparshme të politikës jashtme amerikane. Ka një dakordsi shumë të madhe. Por janë ata që po vinte Trumpi apo janë diku në mes. Është një marrëveshje tashmë. Domethënë Trumpi kësaj radhe nuk është thjesht Trumpi një outsider, por ka nga pas një establishment të vjetër republikan. Dëgjoni, Endrese. Mund ta krahasojmë me një president kaluar, sepse në Amerikë çdo gjë ecën me precedent. Ne kemi presidentin Reagan, i cili e njëjta gjë erdhi si outsider, aktor, vinte nga Partia Demokratike madje. Dhe doli një nga presidentët më interesant edhe më vendimarrës dhe me produkt më të jashtëzakonshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kur erdhi president, kishte 2 mandate si guvernator republikan i Kalifornisë. Po dakord, po ishte nuk merret seriozisht. Ai bënte gjithmonë humor me të shkuarin e demokratë. Pikërisht pra dhe për të sulmuar, ashtu si sulmohet Trumpi për gjuhën e thjeshtë që përdor, por që kjo është e qëllimit, ashtu dhe Reagan i sulmoi për fjalorin e tij. I thoshte ish Bashkimit Sovjetik perandorisë së keqe, tregonte Barsaleta për ta, ndonse ulte në tavolinë Gorbachovin, i rriste ndihmën në të kundërt, është fantastike, të gjitha bashkë. Pra, përkundrejt një gjuhë ndryshe në publik. Ta tregojmë atë Barsaletën me makinën? Ta tregojmë atë. Ta tregojmë, okay. E treguar nga Ronald Reagan i vete, shumë e bukur. Shkon Endri Gjafo të blej makinë, mirë po në Bashkimin Sovjetik makinën do ta paguaje sot për ta marrë mbas 10 vjetësh. Dhe kur shkon të paguaj legët i thot, do vish si sot e martë, hajde mere, mbas 10 vjetësh. Bën t'i kthehet, para dite apo mbas dite? Qa punet bën i thot mbas 10 vjetësh, para dite apo mbas dite? Po jo se para dite do vi hidrauliku. Këto format tjeshta komunikimit. Para dite do vi hidrauliku. Ai ekspozonte pamundësinë ekonomike të Bashkimit Sovjetik. Edhe Trumpi me gjuhën e vet të thjeshtë. Po e treguar nga Reagani është. Tu tregoj njerëzve një realitet tjetër. Ta përmbledhim bisedën dhe vinte te Ballkani, atëre te rajoni. Je dakord apo jo me atë që tha ambasador Bimo që neve sot na intereson si shqiptar që të jetë Vučićin pushtet në Serbi për shkak se një drejtues më demokrat, më i rreshtuar me qëndrimet e Bashkimit Evropian, duke u distancuar nga Rusia dhe Kina, do t'ishte më problematik për negociatën Serbi-Kosovë. Ne na intereson një marrëveshje e madhe dhe në qoftë se Vučići për të ruajtur pushtetin e vet, nisur nga situata e vështirë ndërkombëtare që kam. Problemi që ka me Rusin tani, për shkak se ata zbuluan që ka shit armë Ukrainës, problemet e brendshme që ka me protestat, dhe ky është një moment ideal për ta shfrytzuar ne për të arritur në një gjë. Po Vučići si doktrinë dhe atë që ai përfaqëson ai dhe çka ka bërë kundër Kosovës, nuk është se ka ndonjë interes të madh. Çështja është, a ka një momentum politik për ta shfrytzuar dhe ta detyruar Vučićin që të firmosë një marrëveshje të madhe. Okej. Vim te pyetja që u bëra përpara, pyetës se kush qëndron mbas. Një sollari ndjeset.